Klevis Kaso do t'jetë drejtori i ri i ndërmarrjes së ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë. Kaso do të zvendësojë në këtë detyrë Ermal Muratin, i cili mori detyrën pas një prezantimi zyrtar në institucionin e prefektit të Qarkut. Nga ish drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizime, Klevis Jahaj, drejtori i ri i ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, Klevis Kaso, u prezantua këtë të mërkurë nga drejtoresha e përgjithshme e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizime, Elidiana Çela. Ndërkaq drejtori i ri Klevis Kaso është një emër i njohur në jetën publike dhe politike të qytetit të Vlorës. Kaso ka qenë kandidat për deputet në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare dhe më herët ka mbajtur funksione të rëndësishme drejtuese, përfshirë këtu postin e shefit të klubit shumë sportësh Flamurtari, si dhe detyrën e nënkryetarit të Bashkisë së Vlorës. Pikërisht përvoja e tij si nënkryetar bashkie konsiderohet një aset i rëndësishëm për drejtimin e këtij institucioni, pasi i ka dhënë Kasos një njohje të drejtpërdrejtë me problematikat e punëve publike, infrastrukturës urbane, si dhe shërbimeve bazë për qytetin. Në këtë kuadër ai vlerësohet si një njohës i mirë edhe i sektorit të ujësjellës kanalizimeve, një fushë që kërkon menaxhim teknik, administrativ dhe komunikim të vazhdueshëm me komunitetin. Emërimi i Klevis Kasos shihet si një vazhdimsi e punës për të përmirësuar cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve të Vlorës, Himarës dhe Selenicës. Në një sektor jetik për mirëqenien dhe zhvillimin e rajonit, drejtoresha e përgjithshme e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve, Elidiana Çela, vlerësoi punën e bërë nga drejtori Ermal Murati në krye të drejtorisë rajonale të Ujësjellës Kanalizimeve, ndërsa tha se si drejtues i ri, Klevis Kaso do ta çojë punën edhe më para. Në një mesazh për të gjithë punonjësit e ujësjellës kanalizimeve të Vlorës, Himarës dhe Selenicës, Murati ka uruar më të mirat dhe suksese në vijim, vlerësime për punën, angazhimi dhe sfidat që kaluam së bashku, është shprehur Murati, i cili pritet të marrë një detyrë të rëndësishme. Gjatë periudhës së drejtimit nga Murati ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë ka shënuar përmirësime të ndjeshme në disa drejtime kyçe të funksionimit. Një nga arritjet kryesore ka qenë edhe rritja e nivelit të argëtimeve, duke reflektuar një menaxhim më efikas financiar, si dhe një disiplinim më të madh të shërbimit ndaj konsumatorëve. Po ashtu Murati është përballur edhe ka menaxhuar me sukses situata problematike, të cilat lidhen me furnizimin me ujë të pishëm, si dhe mirëmbajtjen dhe funksionimin e rrjetit të kanalizimeve, veçanërisht gjatë periudhave me ngarkesë të shtuar.